Në çdo hap të rrugtimit të saj, më shumë se 6 vjeçar, Studio Victoria dëshmoi se përkushtimi dhe dashuria për të vërtetën ishin forca që i dhanë krah një ëndre kombëtare. Ma përmendje që të gjithë punojësit e televizionit Victoria kanë ba më të mirën që Victoria të ecë dhe të shkojë përpara. Këtë duhet me ditë për nder vetëm vëllezër Osmani. Synimi ynë është që një ditë të lidhem me rrjetën satelitore dhe që Studio Victoria të jetë qendër informative ndërkombëtare. Ky synimi ynë do të jetë i realizueshëm nëse kemi përkrahjen tuaj. Studio Victoria do të jetë me ju vetëm nëse ju do të jeni me Studion Victoria. Natyrisht, ju do të jeni me Studion Victoria vetëm nëse kjo studio do të jetë me ju dhe ne do të bëjmë përpjekje që të jemi me ju në çdo kohë dhe në çdo situatë. Në punën tonë, gjithnjë jemi udhëhequr nga ajo ndjenja fisnike që në ekranin tonë të afirmojmë ato zëre, qëndrime dhe veprime që ishin dhe janë në funksion të çështjes kombëtare. Gjithë ajo që në bashkon e afron si kombë, duke lënë anash ose ignoruar plotësisht pasionet euforike, polemikat jo parimore dhe nxitjen e hakmarrjeve politike midis shqiptarëve. Victoria nuk ka qenë vetëm një ekran, ka qenë një dritare, një pasqyrë e shpirtit shqiptar në Amerikë, një vend ku u ndezën shpresat dhe ku çdo fjalë u shqiptua për nder të kombit. Kombet matin veten me dritën e njerëzve që u ndriçojnë udhët. Nën këtë dritë, Federata Panshqiptare Vatra dhe Televizioni Victoria u bën ura që lidhen Amerikën me Shqipërinë, zemrën e diasporës me frymën e Adleut. Në kuadër të aktiviteteve që po zhvillon Federata Panshqiptare Vatra për bartjen e eshtrave të Konicës për në Adhe, të mërkurën në restorantin Il Galeto u mbajt një mbrëmje letrare muzikore në të cilën morën pjesë një numër i konsiderueshëm i bashkombasve tanë, në mesin e të cilëve që edhe një delegacion nga Shqipëria i prirë nga Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Teodor Laqo, si dhe përfaqësuesit e Shqipërisë në Washington dhe në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Të pranishmit në fillim i përshëndeti zoti Agim Karagjozi, kryetar i Federatës Panshqiptare Vatra. Më pastaj, fjalën e mori Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Teodor Laqo, i cili tha: Natyrisht jemi mbledhur dhe të tjera në sallë, por nuk mendoj që kjo është një mbrëmje krejtësisht e veçantë. Është e veçantë dhe është e re, sepse për herë parë ju mblidheni për të përkujtuar dhe për të bërë përshëndetjet tuaja një figurë të tillë të historisë së Shqipërisë siç është Faik Konica, e cila e ka vendin në panteonin më të ndritur të figurave të historisë shqiptare. Më pastaj, Bardhyl Londo me një prozë të shkurtër, satirike, parlemroi fillimin e orës letrare muzikore. Me poezi dhe prozë në këtë mbrëmje u paraqitën Nuhi Vinca, Naum Prifti, Shqipe Malushi, Sinan Kamberi, Mërvete Ibraj, e cila recitoi poezinë e Faik Konicës, Malli i Adheut, si dhe Agim Coma, i cili recitoi një poezi të Anton Zako Çajupit, dhe Tahir Desku, që me këtë rast kishte përgatitur një poezi kushtuar Faik Konicës dhe një monolog me Teodor Laqon. Këtë mbrëmje edhe me madhështore e bën aktorët e mirënjohur shqiptar Gjulieta Kulla dhe Kosta Kamberi, që për këtë takim kishin përgatitur humorin në stilin e Konicës. Në fund të kësaj mbrëmje, ja se çfarë na deklaruan disa nga pjesëmarrësit. Jemi të bindur se ky amanet që ndeti 53 vjet pa u realizuar është rezultat i zgjimit dhe bashkimit kombëtar edhe hapësirës kulturore që po krijohet dita ditës një hapësirë, megjithëse sot për sot realisht jemi të coptuar. Mendoj se mbrëmja ishte organizuar mjaft mirë edhe ja arriti plotësisht qëllimin. Më duket se ajo që vlen të thuhet është pikërisht kjo. Konica gjatë gjithë jetës së tij u përpoq për zgjimin e ndërgjigjes kombëtare dhe për bashkimin e të gjithë shqiptarëve në flamurin e Adheut dhe në një ideal të përbashkët. Ne jemi shumë të kënaqur dhe është një rast i lumtur për ne që në bashkëpunim me Federatën Vatra dhe me të gjithë shqiptarët që janë këtu në New York dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me personalitetet të kulturës, të shkencës, me studios dhe me mjetet e informimit që kanë ndihmuar si në mënyrë të veçantë stacionit televiziv Victoria të publikojnë
në mënyrë të fuqishme kremtimet e konicës dhe kthimin në atë dhe në tokën mëm të eshtrave të tij, për të cilën ai punoi të rjetë. Shumë shqiptarë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të dielën e shkuar i bën nderimin e fundit vaj konicës para nisjes së eshtrave të tij për në atë dhe. Pas zhvarrimit, kortezhi ishte vendosur në kapellën e varrezave Forest Hills në Boston. Pasi që u bë parakalimi pranë sarkofagut, duke i dhënë respektin dhe admirimin figurës kombëtare shqiptare, kryetari i Federatës Panshqiptare Vatra Agim Karagjozi i falenderoi të gjithë të pranishmit për pjesëmarrjen në ceremoni dhe theksoi se ne shqiptarët e Amerikës dhe përfaqësuesit zyrtar të shtetit shqiptar kemi ardhur në këtë kapellë të varrezave të kryejmë manifestimin e fundit dhe më solemn për të përmbushur detyrën dhe dëshirën tonë dhe të përcjellim për atë dhe me nderim e dinitet eshtrat e shqiptarit të madh Konica. Anthony Athanas tha se duke ndërmarrë këtë mision të kthimit të eshtrave të faj Konicës në tokën e tij të dashur, pas më tepër se 50 vjete, ne po përmbushim amanetin e tij të fundit. Ai tani do të pushojë në dheun e tokës së cilës ja kushtoi gjithë veprimtarinë e tij me besnikëri të pashoqe. Ndërsa Lublin Dilja, ambasadori i Shqipërisë në Washington, tha se testamenti i Konicës nuk ishte një testament i zakonshëm në prag të vdekjes. Ai ishte një testament atë dashurie, një amanet atdhetari që su kursye për vendin e tij, që sërreshti së punuari për vlerat dhe kulturën e tij. Më pastaj, ceremonia e përqjelljes së kortezhit vazhdoi me lutjen përkujtimore sipas ritualit të tri feve, muslimane, katolike e ortodokse. Isa Hoxha, imam i qendrës islamike shqiptare për New York dhe New Jersey, pasi predikoi lutjen fetare, mbajti një fjalim përmes të cilit lartësoi figurën e Konicës. Imzot Pjetër Popaj, famullitari i kishës katolike shqiptare Zoja Shkodrës, po ashtu bëri lutje fetare, si dhe i përndershmi atë Arthur Liolin, kancelar i kishës ortodokse shqiptare në Boston, i shoqëruar nga priftërinj të shqiptar ortodoks. Me të përfunduar të ceremonisë përkujtimore mbi kortezh, pjesëmarrësit parakaluan te varri i Konicës dhe vunë lule në pllakën përkujtimore. Të martën në mbrëmje, kortezhi me eshtrat e Konicës, i shoqëruar nga një delegacion i Shqipërisë dhe afro 40 bashkëkombëstan, u nis për në Shqipëri. Lidhur me aktivitetet e ndryshme që u zhvilluan me rastin e arritjes së eshtrave të Konicës në Tiranë, më gjërësisht na informon Eda Merepesa. Mbërritën më në fund në atë dhe eshtrat e mendimtarit, intelektualit dhe politikanit të shquar shqiptar Fai Konica, duke u bërë kështu realitet amaneti që vetë Konica u la bashkëdhetarëve të vetë për t'ia sjellë eshtrat në vend lindje. Me këtë rast në kryeqytet u mbajt një sesion shkencor në kujtim të veprës të Konicës. Presidenti Sali Berisha, i pranishëm në takim, theksoi se shqiptarët duhet të jenë mirënjohës për jetë Konicës. Me një nderim të veçantë, eshtrat e Fai Konicës u vendosën në memorialin e vëllezërve Frashëri në kodrat e liçenit të Tiranës. Tash përveç asaj të vërtetë të shëmtuar, të shtrembruar dhe të rremit të okupatorit serbo-malazez mbi Kosovën, dal nga dalë nis të depërtojë e vërteta një mendit për Kosovën edhe mbi Kosovën, gjë që kontribut të veçantë ka dhënë dhe po vazhdon të jap televizioni Victoria përmes emisioneve të veta. Shikuesit e televizionit Victoria ishin më të informuar në Amerikë se sa qytetarët brenda Kosovës. Përmes valeve të saj, shqiptarët në mërgim ndjenë se ende mund të ishin pjesë e një populli që kërkon drejtësinë dhe dinjitetin e vet, që kërkon ndihmë prej miqve të mëdhenj. Po bëhen disa vite që prej se zëri dhe e vërteta për Kosovën hyri brenda mureve të Kapitolit Amerikan. Shumë dëshmi publike, rezoluta, vrejtje e apele rreth Kosovës dëshmojnë për faktin se problemi i Kosovës u trajtua apo të paktën theksua edhe nga senatorë e kongresmen të shumtë amerikanë. Nuk është i vogël numri atyre që sot mund të quajmë miq të Kosovës nga kjo shtëpi e parlamentarizmit dhe demokracisë amerikane. Mirë po nëse ndonjëri duhet dalluar, atëherë fill pas senatorit Dole do të duhej radhitur emrin e Tom Lentosit nga Kalifornia, i cili jo vetëm që foli e u angazhua për Kosovën, por arriti ta vizitoj atë dhe të bindet drejt për së drejti për gjendjen e vështirë dhe dhunën që po ushtrohej atje mbi popullsinë shqiptare. Tom Lentos ishte ndër udhëtarët e parë amerikanë që kaluan oqeanin për të përjetuar apo regjistruar dramën e Kosovës.
për të ngritur një zotëri kundër dhunës në Kosovë. Me angazhimin e sinqert, ai u bë urë e re për kontaktet e para diplomatike midis Shqipërisë, atëherë akoma të izoluar, dhe Amerikës. The people of Kosovo have exactly the same democratic privileges, the same rights, the same opportunities that all the people of Central and Eastern Europe have. And we will see to it that the communist dictatorship of Serbia learns to obey the law and stops violating human rights of the people of Kosovo. God bless you all. Kjo vizitë e Lentosit ishte rast që shqiptarët në Kosovë të dëshmojnë edhe para këtij mysafiri mikpritjen, bujarinë dhe përpjekjen që me mjete paçore e dialog të zgjedhin çdo problem. Kjo vizitë e Lentosit u bë edhe pikënisje nga vazhduan të shpeshtohen kontakte diplomatike midis Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tam Lentos ishte përfaqësuesi i parë i Kongresit Amerikan, i cili pas 47 viteve po shkelte në tokën shqiptare si mik e dashamir i kombit shqiptar. Nuk do të kaloj shumë kohë, e kjo iniciativë e tij do të kurorëzohet edhe me nënshkrimin zyrtar të marrëveshjes mbi rrivurjen e marrëdhënieve diplomatike midis Shqipërisë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tam Lentos në zyrën e tij në Washington. Kosova është edhe këtu me te. I have predicted for a long time that unless the people of Kosovo are given full equality and republic status, there will be no peace in the area. I said this years before the terrible bloodshed that we have seen in Croatia, years before all of this turmoil. And I feel very strongly that the continued suppression of a large group of people living in the same territory, representing more than 90% of the population of the Kosovo, having second-class citizenship status, having a long period of suppression and persecution, is simply not feasible. The people of this area have suffered long enough. All of them are entitled to a period of stability, peace, and normalcy. That cannot come about as long as one group of people suppresses another group of people. Zëri e fjala e Tam Lentosit për Kosovën dhe shqiptarët nuk mbeten vetëm në sirtarët e Kapitolit. Tam Lentos u gjet shpeshherë midis shqiptarëve në mbrëmje, takime, në dëshmi e tribunat e hapta, duke kremtuar atëherë kur ne kremtonim ose duke kërkuar zgjedhje për problemet që aktualisht na preokuponin. Shumë nga porositë e apelet e tij u bën pjesë rezolutave, qendrimeve ose thirrjeve të organizatave e institucioneve të ndryshme që veprojnë në Amerikë e që u angazhuan për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë. Tam Lentos ndau me shqiptarët edhe shumë qaste disponimi e gazmendit të mirë, me të cilët ne shënonim ose shënuam përvjetor e data të rëndësishme. You are reading my mind because every single time I meet with the high official of the Yugoslav government, I make a very simple and a very rational case which I want to make here tonight. Is there any reason why one of the largest ethnic groups in Yugoslavia should not have its own full-fledged republican status? Tam Lentos, si fëmijë mërgjimtari që kishte provuar vetë vështirësi që sjell takimi i parë me një botë të re, hapi shumë dyrë amerikane për problemet e shqiptarëve. Me origjinë hungareze, me kulturë e shtetësi amerikane, por me diapazon të gjerë të një internacionalisti, shpejt u bë mik i shqiptarëve, por edhe shumë popujve të tjerë, që ftohej e dëgjohej edhe në tribuna protesta e demonstratet të shqiptarëve.
I njohur si njëri që angazhohet për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, ky ka mesazhin e vizionin e vet edhe rreth problemit aktual të Kosovës dhe shqiptarëve. As you know, I am chairman of the permanent United States congressional delegation to the European Parliament. We have raised this issue with our European colleagues many times. Whether they have a special meeting or a conference or this goes on the agenda of a regular meeting is not as important as a recognition on the part of the nations of Europe that in the Kosovo you have a large number of people who are of Albanian ethnic stock, who should have the same degree of equality, the full set of rights that others in the former Yugoslavia have now achieved. It is simply not realistic to assume that Slovenia has solved its problem and Croatia is in the process of solving its problem. We just had a vote in Bosnia-Herzegovina. The United Nations peacekeeping units are about to leave, and somehow the Kosovo is forgotten. Those of us in the Congress who understand the situation of the people of Kosovo will insist that they too be given the same degree of equality, the same degree of recognition that other ethnic groups have gotten in this area. Gjatë këtyre 5 vjetëve të veprimit ton kemi pasur përkrahjen tuaj morale, duke na trimëruar që të vazhdojmë edhe më ngull misionin ton të lartë për informimin e komunitetit. Shqyri programin disa herë, do një herë, pëlqejnë reportazhet që janë prej kalumës për historisë. Unë programin e Viktorias e shoh për çdo ditë, edhe mua më pëlqen shumë. E shoh kohë pas kohe, më pëlqen shumë, mendoj që duhet të vazhdoj programi, dhe duhet gjithë komunitetit të ndihmojë atij programit. Programin e djeg në rregull. Mua më pëlqen gjithçka. Programi Viktoria na pëlqen shumë dhe lajmet na pëlqen. Edhe duhet me pas më shumë muzikë, sa besoj unë, muzikë moderne të sotshme. Emisioni është në suazat të cilat përgatitet edhe nga mundësitë e këtë kuadros që punon aty, është mjaft i mirë. Programin gjë normale e shoh, jo vetëm unë, por çdo shqiptar besoj që e shikon, se është program i shkëlqyeshëm. Çka thes që duhet diçka të shtohet, unë besoj që programi Viktoria më tepër është, pasi se vetë jam muzikant dhe këngëtar, dhe dëshiroj që këngëtarët e komunitetit më tepër të përkrahen edhe të shikojnë nga programi Viktoria. Asnjëherë nuk i kam munguar televizionin Studio Viktoria, sepse neve televizioni Viktoria na hjek mallin e vendit, sidomos natyra e vendit tonë, kur i shohëm na përmallon dhe dukemi se jemi atje. Ky program s'ka zaventësim për popullin shqiptar në Amerikë, në New York, flas New York, New Jersey dhe Kenerik. Dhe që të bëjnë një kritikë, nuk ka mundësi të bëjë kritikë, se punën që e bën është fantastik. Programi është shumë i validshëm, është shumë i bukur, është i mirë për neve që ta ndihmojmë edhe ta kuptojmë gjithë. Në shumë të në rasteve, sugjerimet dhe idetë e juaja lidhur me avancimin e kësaj ore televizive, jemi munduar të zbatojmë në programin ton, sepse konsiderojmë që programi i televizionit Viktoria është yni vetëm derisa ndodhet në tavolinën e montazhit. Nëpërmjet valeve të saj kanë kaluar rrëfimet e jashtëzakonshme për njeriu që rastësisht kishte zbuluar se ishte shqiptar. My story goes back to 1923, when my father came to the United States from Albania. At that time, things were very bad in Albania, and all the young people were leaving the country to different countries in the world, and he chose America. He met my mother, and they got married in 1932 in Pennsylvania, and I was born in 1933. He never told anybody that he was Albanian. He said he was French, and he was an orphan.
And he died in the coal mines in Pennsylvania in 1943. We think that the reason that he never told anybody he was Albanian was because that he was afraid of being deported at that time. And the war was going on in Europe, and he was afraid that he might get deported back to Albania and leave his family in the United States. He didn't want to do that. So he told everybody he was an orphan from France, and he died with that secret. In 1951, the family in Albania commissioned a gentleman by the name of Pandi Cimo to come to the United States and to find my father. When he came here, he found that my father had died 8 years earlier, and he went back to Albania and told the family this story. My mother told me about it, and I said, well, maybe it's true and maybe it's not true. Let's just wait and see what happens. Well, nothing happened until 1971. I was in Fort Dix Hospital in New Jersey. I was injured in Vietnam, and my mother came down to visit, and she told me about this story again, just refreshed my memory, and gave me an address of a family in Albania that Pandi Cimo had left this information. So I wrote a long letter and sent some photos and never heard from them. And I was afraid that maybe because of the communists there that they were afraid to answer, and I didn't want to get them in trouble, so I didn't respond any further. I just let it go. Well, 10 years later, while I was working in Dallas, Texas, my mother called me at the office one day and said she received a letter from a family in Albania saying that they were my father's relatives, and they wanted to know if my father was still alive and if we were still alive, and so they sent the letter. I asked my mother to send that letter to me, and she did, and I responded, and I asked them to send me proof of who they were. Well, they sent me a photo of 4 gentlemen in 1923 at Ellis Island, and they circled the head of one of the men, and that was my father. I had an identical photo, and that was proof enough for me. So I wrote to them and asked them how they found us. They said they were cleaning a bookshelf out one day, and a book fell out onto the floor and opened up, and lo and behold, the picture of the page that it opened up to was an address of where my father lived in Pennsylvania. My mother still lives in that house. And so they wrote a letter to my mother, and that was the letter she sent to me. And that's basically how I found out that I was Albanian. And I continued to stay in touch with them. I corresponded to find out more about the family, more about who I was, my roots, where I came from, and who my father was. While I was doing this, I got in touch with the State Department. I wrote a letter to the embassy in Rome, and about 3 months later, I did get a response. And it was all in Albanian, but I saw the word V-I-Z-A, and I knew that was visa in any language. And I'm a very positive thinking person, so I thought my visa was approved. So I called a travel agency, and they just laughed at me because they said nobody goes to Albania. And so I had to make my own reservations. Well, I went to Rome. And when I got to Rome, I tried to get into the embassy, and the door was locked to the wall around the embassy. I couldn't get in, so I moved a stone over by the gate, and I started to climb over the wall, and a man came out the door and yelled at me in Albanian, and I asked him to speak English. I couldn't speak Albanian, and he said, "Get down from there. You're not allowed in here." Well, I got down, and I told him I had an appointment, and he said, "What's your name?" I said, "Harold Christ," and he said, "Come on in." So I went in, and sure enough, they had a visa for me. And I got the visa, and the next day I boarded Tarum Airlines, which is Romanian, and I flew to Tirana. And after 4.5 hours of customs and not being treated very well by the customs officials, I went through customs, and I went to the lobby, and I met my family, and we all hugged and kissed, and it was very emotional, and we all cried. And I saw my father's face and all of these people, and it was very emotional for me. And then went to Korcha, where my father was born, and I slept in the same room that my father was born. While I was there, the communist officials found out that the house belonged to me, because the Albanian custom is
the oldest son owns the house, and my father paid for that house, so it belonged to me. They were going to take the house away from my family. So I got a piece of paper and a pencil, and I deeded the house over to them while I was there. And the communist officials accepted that, and they now own that house. It's their house. I had the most wonderful time I ever had in my life, meeting my family and finding my roots in Albania. Mërgjimtarin që nuk u dorëzua dhe e ruajti gjuhën, kujtesën e dinitetin kombëtar me aq sa kishte. Në moshën 12 vjeçare, ju më larguan nga vendlinja, se në atë kohë ishte një shkollë, po ishte larg. Dhe kështu nuk mushim me udhëtue, masi në veri jonë shinat shumëta, borë, edhe zhveshun si katonarë, si ishim dhe më ishim. Edhe ju më larguan bashkë me shtektarë, si shkojshin në Shkodër me ba tregtim. Po më shku në Shkodër, po fati mirë, autobusin Qurqia kishte emrin, jo më hirë, këm paguar dhe më kënë afruë para pa të rgjerë fishës. Ato rrobë kur si këshim pa, i veshën me një kapohet ashtu edhe me një konop me sandale. Edhe më pyti nga je, dhe ku shkon e pse shkon, tash për shkollë. Tha shumë i ri, a ki e miqë, tash s'kom. Tha, hajde me mua se nesër do të shkojmë në Ministrinë e Arsimit. Edhe bashkë me Patër Xhexhin kena shkuar në Ministrinë e Arsimit, në atë kohë ishte ministër Ilmosi. Edhe kështu më dhanë bursin për në konviktin Kosova Krum Has. Mësues në klasën e parë që kom pas Brahim Rizden. Edhe kështu e kreva konviktin Kosova Krum Has me mësuesin Beqir Kastratin. Që dola pe i burgut, e ty pas frikë për më arrestojnë për zdyti, në marsin e vitit 1957 dola në Kosovë, në Babajt Box, Rafshi Dukajinit. Pe aty në quen në pej. Aty bom me Tusin, edhe oficer ka qenë Pero Gjokic. Mas disa mujve në liruan edhe shkoa në Ferizaj. Në vitin 1959, ika dhe dola në Greqi. Grek thanë se ne kena lidhje me Jugoslavi, nuk i majmë, as ata si majnë tonë. Edhe kështu më dërzuan, ku në prunë në Prishtinë, më shtini një dhomë, po aty ty lujt me kam, gjeta një njeri dekun. Tako i kam edhe aty u trishtova. Neset murën edhe më thirrën nalt, ku më proceduan, thanë ti e i shtimpi i Shqipnisë, se këtu nuk është urë me lujt hek në herën. Prandaj më qunë në Biruc, kom pa Biruca në Shqipni, po Biruc më të mërshme se aty s'kom pa. Ty i pa Kosovartë, të përbuzun, të shtypun, si quhet koha e Rënkovicit. Po a ishte Rënkovicit kishten, po kishte tita e gjitha kishin. Qunë pak në Brus, pe kampit Brusit, na qunë në Gero. Aty ishte një kamp i përgjithshëm. Aty najtim edhe mas disa ditëve ikem dhe dulim në Triesht. Mujtë e parë në Amerikë, atëre kishte punë, por shqiptarë kishte shumë pak. Edhe nuk ishte përkrahje nga kush. Në animoj komiteti, në animoj, atëre vazhdoa punën. Por si në 63-shin kur Tita ishte këtu, bëm një demonstrat dhe oficeri Jugoslav, tu e pa flamurin shqiptar, sulmoj me hek
Por Luan Sadiku, tani ka vdek nga Korça, i dha një boks, edhe është në gazetë. Thëshin, pse shkruan ti për Kosovën, i kena Shqipnin. Kosova, thash, nuk ka dalim, Kosovarët edhe na jena një kom jena. Kufini 13-ës në ka da pa drejt. Po shka duhet ty? Duhet çdo mu, po çdo shqiptari. Sa do i vogël jam e bëj atë punën që mundem me bë. Edhe kështu kom vazhdu me trakte, domethënë 2 herë në muj, 3 herë në muj, i kena shpëda para Kombit të Bashkuar me mia. Çdo festë që bë, kombëtare, fetare, unë kom shpëda trakte, kom shku në Boston 3 herë me aeroplan. Në Chicago kom shku vazhdimisht me tren. Në shpëda trakte. Më pritë që mu thëshin ty në ka të presin, po bojnë edhe ju, unë një njeri, jam i vjetër, jam edhe inglisht nuk e di, po ty po ti bojnë, edhe ju jo bojnë. Ta nuk janë të huj, shqiptarë janë, si për mu, si për juve. Edhe kështu kom vazhdu gjithni. Po ty arë Kosovarë, gjithni edhe ty në fillim më konë shumë keq se nuk ishim edhe një rogë për $60. Por erë në Kosovarë tumë një mund, mjaftë. Një herë më kujtohet Red Gjakri ka paguar 2 herë ka $1.000 për një buletin. Ka $1.000. Qazi Memra bashkë me Hajder Baraktarin më kanë dhënë një shumë të hollasht ku i kishim bledh marrë në shokët vetë. Po ashtu Osman Hoxha edhe Rustem Geca, sa herë jam taku me ta, pa di gjëna më kanë shtinë gjep të holla. 3 duhen të bashkohen, të lanë ato krahinë ose partinë ose ato, të bashkohen vetëm për të mirën e për interesin e kombit shqiptar në 2 andë, e sidomos për Kosovën, kur thëm Kosovë, do thot Mali Zi, Rrafshi Dukagjinit dhe Maqedonia. Po të vazhdum për qam, se anëmiki thonë për qaj së në, anëmiku mundohet me çdo parollë, me çdo gjë, anëmikush edhe pagun edhe të hollam në për qaj neve. Për kombin që po rilinte nga dhembja, që po gjente fuqi për të falur dhe vendosmëri për të bashkuar. Bashkëfaqjen e bardhë. Të babërë. Faleminderit për një halë bashkëfaqjen e bardhë. Allah ka. Bashkëfaqjen e bardhë. Bashkëfaqjen e bardhë. Kësi zemërbardhësh e kësë duash të lidhur e të shtrenguara fort i duhen këtij populli që ta shkull nga trungu i lashtë të plagë të errët këtë relik shekullor. Kryqëzohen shikimet në përlogjet e burërisë, përzien me piklimin e krenarin e burrat e moshuar thellë e ndjejnë këtë mrekulli që po ndodh. Ai që dën progresin ton gjithë njerëzor, sot duhet me fal gjakun. Sot duhet të pajtohemi. Jo vetëm këtu, po në tërë Kosovë. Ju themi me plot gojen dhe plot zemrën, në rinia shqiptare, këtyne babalarëve tonë, ju lumt se vetëm këta babalarë të mëdhenje, se vetëm vllazërit tonë të fortë, e motrat e nënat tona burnesha mund të bëjnë vepra të tilla të mëdha. Të shtrish dorën e pajtimit në këtë moment historik të Kosovës nuk di që mund të ketë vepër më të madhe. Dhe me gjithë zemrën ju përshëndesim në rinia. Dhe njëkohësisht ju zotrohem se deri në fund do të trokasim në çdo derë derisa t'i vëmë gurin e fundit kësaj plagë të rëndë shekullore që na lan të huajt në dësika. Burrat e fortë gjithmonë i gjetëm në këto anë, thot profesori. Faleminderit. Shtrirni dorën e pajtimit. Shoqishojt. Faleminderit. Ka faqe ba. Ja, kur do të më shkruaj. Do të më merr.
Për ëndrrën që lidhet me rënjen. Ju ftojmë të ndiqni intervistën e gazetares sonë Amilda Dymi me astronautin William Gregory. I'd like to start this interview with a simple question. How did you become an astronaut? Well, it's one of those things that I think when you're a child, nobody grows up wanting to become a account executive. They want to do something fun and exciting. And the space program was just getting started when I was a youngster, and those were America's heroes, and so I thought, oh, that's something I'd really like to do. And slowly but surely, people, they'll tell you, well, you can't really do that, you don't have much of a chance. But I kept working at it, and I did things that I wanted to do that got me in the right position. I became an Air Force officer, I became a fighter pilot, and then a test pilot. And once I became a test pilot, I was in a position that I could apply, and I did, and I got selected. So that's how I got there. Who discovered you? Who discovered Bill? Right. And it was kind of a long, convoluted process, but Isaf Rizzi kind of located me and put me on the map. But, the Illyria newspaper reporter, right? Yes, Illyria newspaper reporter, and he doesn't actually get all the credit though. The Voice of America. When I was first selected, the Voice of America contacted me, and they conducted an interview with me, such that it was broadcast out to the Albanians. That's right. But one more question, do you plan to visit Albania, and what does Albania mean to you? And something more maybe about Albanians in general, Kosovo and the rest of the region that is inhabited by Albanians. Well, I tell you, it's funny because I heard so much about Albania from my grandmother who had come over. My dad was only about 1 year old when he came to the United States, and I had met through the community in Jamestown, New York, where my father grew up, a lot of Albanians and Albanian Americans. And several came down to watch me launch into space. So I have been to Greece, I've never been to Albania. I'd like to go. I was hoping to go and meet the president earlier this year, and that trip was canceled for me only because I had to be in mission control for the landing of a mission, STS-76. It was the last mission that rendezvoused with the Mir space station. And that's unfortunate, but I'm hoping that I'll have the opportunity to go and meet the president. I would really like to have a chance to sit down and talk to him. I'd like to go out and meet some of the Albanian people in their own setting. And I think that would be a lot of fun, because obviously that's my roots. My mom's side of the family is from Germany, and I've been there, and I've had a chance to meet her relatives, so it would be nice. And my grandmother has a brother and several other friends in Albania. She's been back in Korça, yes, in Korça, and she has been back to visit. But she's 94 in about a month, less than a month, and so she doesn't travel across the Atlantic quite that well. But she did come to the launch, and she's a very tough woman. She lives by herself in a condo and cooks for herself and cleans for herself. And she's doing very well. Oh, she's a mountain goat. Let me tell you, she's tough. I hope I can be half that tough. Në sajt e vullnetit dhe të bujarisë e vëllezërve Osmani, si themelues të televizionit Victoria, ky program edhe në të ardhmen do të vazhdojë të kryejë misionin e tij të lartë për informimin e komunitetit. TV Victoria ka merita në rrugën e shpërthimit të blokades informative në Kosovë dhe për Kosovën. Sa për njoftimin tuaj dhe sa për kuriozitet, t'ju themi se shpenzimet e gjithëmbashme për emitimin e kësaj ore televizive për një vjet kapin shumën rreth $150,000. Uroj që t'jemi së bashku edhe për shumë kohë. Fal vullnetit dhe bujarisë së vëllezërve Osmani, shqiptarët në Amerikë u bën me një medium që i bënte krenar, ndërkohë që u ahiqte mallin e u ashtonte shpresën për çlirimin e gjysmës së kombit që ishte në robëri. Të gjithë kanë qenë falënderues ndaj
asaj vepre që po bajnë vëllezërit Osmani. Transmetimet mbaruan dhe dritat e studios u shuan, por nuk u shua edhe mirënjohja për të gjithë ata që ishin pjesë e studios Victoria, sidomos për ata që ishin dhe vazhdojnë të jenë për herë në shërbim të atdheut, vëllezërit Osmani.